Ndërmarrja hoteliere Riviera Ulqinit ka prezantuar gjithçka që është bërë në prag të sezonit veror turistik, ndërsa menaxhmenti ka njoftuar edhe planet ambicioze për periudhën e ardhshme. Siç ka njoftuar drejtori i ndërmarrjes Riviera Ulqinit, Armend Milla, pas 30 vitesh ka nisur rinovimi i objekteve dhe investimi në hapjen e tregjeve të reja. Në fillim të aktivitetit u hap edhe ekspozita Rilindja Adës, investimet që ndryshojnë hapësirën, ku gazetarët patën mundësinë të shohin fotografi dhe vizualizime që paraqesin gjendjen dikur dhe tani, duke ilustruar stabilizimin financiar dhe ciklin e ri të investimeve të ndërmarrjes. Imamo, ovo je prva slika, ovo su terenski tereni koji su bili u katastrofalnom stanju. Ovo je bilo prije, ovo je sada. Imamo situaciju terase u kojoj se nalazimo ovdje, bila je stvarno dotrajala, ovo smo renovirali, ovo će funkcionisati kao a la carte restoran za tokom sezone gdje će biti živa muzika i tango ples, kao neka ponuda turistička za sve ljubitelje Ade Bojane. Gjatë një shëtitje të shkurtër në kompleks u panë edhe ndërtesat e reja, terracat e reja të restoranëve dhe kampi i rregulluar për automobila në Adë. Gjatë drekës së punës, drejtori Armend Milla prezantoi planet për sezonin e ardhshëm turistik, investimet e realizuara dhe strategjinë afatgjate të zhvillimit të ndërmarrjes hoteliere Riviera Ulqinit. Milla kujtoi se ndërmarrja Riviera Ulqinit kishte pasur bllokim të llogarisë bankare në vlerë prej 600.000 eurosh për shkak të aksionerëve të vegjël dhe kontratës së qiras afatgjat me kompaninë Karisma. Sipas tij, menjëherë pas marrjes së detyrës si drejtor ekzekutiv, kanë nisur zgjidhjet e problemeve. Investimet i kemi nisur që nga viti i kaluar. Momentin që kam ardhur drejtor, ka shuma e zhirollogarisë ka qenë bllokuar në shumën prej 600.000 euro. Neve kemi arritur që t'i kthejmë ato pare edhe me ato investime të nisim investimin e rampës digjitale, të renovojmë diçka, të ndërtojmë këtë beach barin Merito, i quajtur Merito, kemi renovuar terrenet sportive edhe ashtu e kemi nisur sezonës. Me atë sezon kemi qenë jashtëzakonisht të kënaqur, kemi patur rritje afër 30% në të ardhura, po kësaj radhe kemi nisur investimin në dhomat, në kapacitetet, pasi që kapacitetet kanë qenë në gjendje të mjerueshme. Gjithashtu duhet të ceki renovimin e kampit, i cili ka qenë më të vërtet në gjendje të mjerueshme, kështu që kemi arritur që të bëjmë diçka e cila do jap rezultatet e para gjatë këtij sezoni. Në bazë të dhënave të cilat i kemi tashi, mund të them që kjo do jetë sezoni më i mirë deri tashi që në kohën e post tranzicionit për Rivierën Ulqinit për Adën e Bunës. Kështu që shpresoj që këto arritje të jenë të hapura për neve, që t'i shohim gjatë këtij sezoni edhe normalisht të bëjmë një rikapitulim në fund të sezonit turistik, ku do jemi me shifra jashtëzakonisht më mirë. Sepse ato arritje do na japin shtytje që të hyjmë në renovimin e kapaciteteve në të ardhmen. 650 kreveta, plus kampi. Duke folur për zgjerimin e tregut evropian, ai tha se kompania ka marrë pjesë në panajire të rëndësishme turistike, ndërsa bashkëpunimi me institucionet është në nivelin e duhur. Dua të ceki se pa bashkëpunimin me ministritë përkatëse, me qeverinë e Malit Zi, me ndërmarrjen për të mira detare, shumë gjëra do ishin shumë vështirë për të realizuar. Domethënë komunikimin e kemi jashtëzakonisht të mirë me të gjitha institucionet përkatëse dhe shpresojmë që të ardhmen do kemi disa risi për pjesën e Adës së vjetër, e cila është në gjendje të mjerueshme, e cila është jo funksionale që nga viti 1995, të cilin shpresojmë që do ta realizojmë me ndërmarrjen e të mirave detare, me qëllim që Ada Bunës deri në 2030 të jetë në nivel prej 4 yjesh. Dhe ai është qëllimi kryesor i joni. Mbas strategjisë zhvillimit të cilin e kemi bë vitin e kaluar, ajo na tregon step by step, hap pas hapit, se si duhet të renovojmë, se si duhet të punojmë në mënyrë që deri në 2030 të kemi këtë kompleks, ta kemi në nivel 4 yjesh. Dhe ai është qëllimi
superiori joni, le të themi. Erozioni është një proces natyror i cili jashtëzakonisht është problematik për neve. Neve si ndërmarrje kemi shumë vështirë që të ballafaqohemi me atë gjë, pa përkrahin e qeverisë ato gjëra nuk mund të realizohen. Me 2016 është nis një studim, një hulumtim shkencor si të mbrohet Ada e Bunës, mirëpo faza përfundimtare e atij projekti nuk është mbaruar dhe ajo është për hulumtimin ose identifikimin e pjesës nën-ujore para Adës së Bunës. Qëllimi kryesor është që të identifikohet se si proceset natyrore ndikojnë në ranën edhe si ajo ranë pozicionohet nga një pjesë në pjesën tjetër. Në atë mënyrë neve do kemi të dhëna adekuate që të shohim sepse çdo intervenim i cili bëhet në natyrë ai ka rrezik që të ndikojë në pjesën tjetër. Për shembull, në vitin 2021 mos gabofsha, është ndërtuar në Aperi ose ajo pjesa me ato thaste mëdhenj të ranës, fatkeqësisht ajo ka mbrojtur Adën, por në anë tjetër është hupur plazhin e madh. Kështu që ky është një proces i cili nuk është i limituar vetëm në Adën e Bunës, por është i limituar në gjithë plazhin e madh dhe Adën e Bunës. Shpresojmë që në të ardhmen të kemi disa të dhëna të cilat mund të jenë adekuate për të parë se si në një mënyrë afatgjate të rregullohet mbrojtja e Adës nga erozioni. Milla shprehet se sipas të dhënave të rezervimeve deri në ditën e sotme, sezoni turistik 2026 pritet të jetë shumë i suksesshëm. Ndërmarrja hoteliere Riviera Ulqinit po investon intensivisht në rinovimin e Adës së Bunës. Synimi kryesor është kategorizimi me 4 yje deri në vitin 2030 dhe po rikthehen tregjet tradicionale të turistëve nga Holanda dhe Gjermania.